po thoni që në qoftë se do shihnit manuali njerëzor të shpatkasapit më herët, do e përllogarisni, do e kuptoni që ndoshta ky do ishte fundi i tij në këtë botë? Dhe asnjëri nuk mund ta bëjë atë. Asnjë nuk mund ta bëjë atë. Nuk ka një datë fikse, absolutisht. Por çdo njeri, të paktën një njeri që është i specializuar dhe me një vetëdije të lartë, sheh dhe bën një pasqyrë dhe sintezë çfarë ka ndodhur dhe çfarë mund të bëhej. Në manualin njerëzor janë 9 qendra energjike. Një nga ato është shumë e fuqishme dhe ka të bëjë me zemrën fizike dhe quhet qendra e vullnetit. Dhe shpati e kishte shumë të aktivizuar atë energji. Dhe këta janë bile njerëz që japin një shpërthim impakti. Këta njerëz i kanë televizion, i ke shumë në energjinë e transmisionit, broadcasting. Por ajo vjen me një mësim shumë të madh. Dhe bukura është që 3 ditë përpara në klasë ne kemi qenë duke folur për atë qendër energjike që ka të bëjë me zemrën fizike dhe mësimi që na jep ajo qendër, ndërsa ka një vullnet për të punuar shumë, ka një mësim. Është destinuar të punojë për të pushuar. Dhe kur nuk pushon mjaftueshëm, krijon ka një presion, sidomos nga pjesa tjetër e manualit, ku në rastin e shpatit kishte shumë presion në kokë dhe në presion në qendrën e lëvizjes, që do të thotë jo patjetër ka qenë influencë nga jashtë. Ishte një njeri që kishte një bosh shumë të brendshëm, një fuqi shpirtërore, por shumë empatik, shumë emocional. Dhe ai nuk e tregonte këtë. Dhe nga pak intervista që un kam parë, mund të shohësh një njeri shumë të ndjeshëm, por që bënte gjithçka me këtë vullnetin e tij të fortë, t'ia dilte dhe nuk funksionon ai mekanizëm, dhe jo vetëm për shpatin, por për gjithë njerëzimin.